Pse mendoni që me vonesa po i lexojnë elitat politike shqiptare gjatë? Për fat të keq, duket qartë që elitat politike shqiptare në Kosovë nuk e kanë përvojën e duhur, as në politikë edhe as në aspektin e mbrojtjes dhe të sigurisë, dhe sidomos këtë dytën qalojnë shumë, dhe nuk e kuptojnë dhe nuk kanë sens për t'i kuptuar shumë herët rrjedhat e mundshme të një ngjarje që mund vinë si pasojë e një armiqësie të vjetër me Serbinë, edhe pse shpeshherë ka sinjale me kohë të cilat mund të shihen që po ndodh diçka e tillë, por ajo mungesa e përvojës, ajo mungesa e një vizioni largpams për t'i paraprit një procesi dhe për t'i ndaluar disa gjëra negative për shtetin me kohë, sikur po mungon tek gjithë liderët. Kanjherë fitohet përshtypja sikur ata janë të lumtur dhe të kënaqur me pozicionin që kanë dhe nuk lodhen shumë për gjëra tjera, por nëse është kështu, atëherë është një kulturë shumë e keqe dhe e mrapsht që po na ndjek për shumë shekuj, jo vetëm se të shihet me vonesë secila situatë, të reagohet me vonesë ndaj secilës situatë. Që edhe pala tjetër. Kur Serbia sot insiston dhe inkurajohet që ajo është në rrugë të mbarë ta çojë deri në fund angazhimin për ta kriminalizuar gjithë rrëfimin për lirinë e Kosovës, rrjedhimisht edhe për shtetin e Kosovës. Nuk është rasti pse ne kemi ngel për një kohë gjatë të okupuar si popull prej popujve tjerë. Tash kjo ka kriju një farë strukturë për mrena vetë popullit tonë, një pjesë është shumë luftarake dhe liridashse, mirë po ka ende element prej të kalumës që i kanë dashur edhe ato sisteme të kalumës. Dhe mas miri këto e tregon vetë fakti që për dëshmu kundër këtyne prizve të luftës së UÇK-s, ka një numër të madh të dëshmitarëve shqiptar, të cilë dosjet e tyre që i kanë përgatitur kundër këtyne personave e që nuk janë të mbuluar me argumente të fuqishme, i kanë futur bashkë me dosjet e shtetit serb. Dhe kjo flet shumë. Unë nuk muj kurrësisi me kuptu si ka mundësi një shqiptar, një hujt vetë, një armiqësi të vetën që ka me dikant prej tyne, me pranu që bashkë me serbët me dalë të njëjtën gjykatë me dëshmue edhe me argumentu, në thojza po them, një krim të një lideri i cili po ashtu luftën e ka bo edhe për këtë shqiptar. Nuk e ka bo vetëm për këta tjerë që e donë shtetin edhe vendin e vetë, po e ka bo edhe për këtë tjetërin. Kjo është e pakuptim.